Java shënoi një numër të lartë të aksidenteve me pasoja të rënda, por po ashtu edhe me kontrolle të shtuara në rrugë. Policia ka bërë të ditur se 17 persona janë arrestuar për shkelje të ndryshme dhe 18 janë duke u hetuar në gjendje të lirë, mes të cilëve dhe 6 të mitur të konstantuar duke drejtuar makinën. Përgjatë 7 ditëve janë vendosur 12.852 gjoba për shkelje të ndryshme. Nga pamjet e ofruara nga policia në vëmendje kanë qenë edhe kamionët ku kanë rezultuar se lëviznin jashtë fashës orare të lejuar apo edhe pa dokumentacionin rregullt ligjor. Janë 5 drejtues kamionësh dhe 4 betonierësh, të cilët janë gjobitur. Xhamat e errët po ashtu kanë qenë në vëmendjen e bluve. Mungesa e qëndrimit në radhë në zonat me trafik, por edhe zaptimi i hapësirave publike janë shoqëruar me masa, ndërsa për shkeljet policia rrugore ka përdorur edhe dronët për monitorimin nga ajri të situatës.